Një plagos i marrëzjarri ka ndodhur mbrëmjen e dielës në Kavaj, ku një 39 vjeçare shqelluar me pistolet gjatë një konflikti për motive të dobta. Pas reagimit në kohë të shërbimeve të policisë, është identifikuar dhe është vënë në pranga autori dyshuar i ngjarjes, i cili u kap në qytetin e Durrësit, dhe së bashku me të u vënë pranga dhe shtetësi që e ndihmoi të largohej nga vendi i ngjarjes. Shërbimet e komisariatit të policisë në Kavajës, në bashkëpunim me specialistë për hetimin e krimeve të rënda dhe forcat operacionale të drejtorisë vendore të policisë në Durrës, menjëherë pas marrjes së njoftimit së rreth orës 20:30 të datës 22/3/2026 në lagjen nr. 6 Kavajës, një shtetës kishte plagosur marrëzjarri një shtetës tjetër, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit. Pas reagimit në kohë të shërbimeve të policisë, u bëi mundur identifikimi i autorit dhe pas rreth 3 orësh lokalizimi i tij në lagjen 17 të Durrësit.